Coach Sharin, very tough game. You had the lead, minimum lead, 47-46, 15 minutes prior to the end of the game, but then something happened. What happened at the end, in the last 15 minutes? I mean, we got our momentum, we were up, we got like a 2-3 really easy situation. In fast break we missed. Then Pea all of a sudden started to play much aggressive, and the player didn't adapt on this. What to say, I congratulate to Pea, they deserve this win. My opinion, we gotta change this attitude, nothing else, because this team has a quality, has a talent, but with this attitude is not good, and that's the reason why we are here. But I believe in this team, and I hope every next game will be better and better. Thank you very much. Thank you. Pra, adhurues të basketbollit shumë shpejt ta përkthej atë çka e tha trajneri Jeronimo Sharin. E pyeta që kishin e përsim prej 47 me 46, një pikë e përsi 15 minuta para se të përfundonte dueli. Çka ndodhi me Golden Eagle Yllin në fund? Ajo që më tha, ajo që u përgjigj, po e presim edhe tabelën e cila u vonu. Është kjo për ndaj sponsorëve. Pra, ajo që e tha trajneri Jeronimo Sharin është se lojtarët e mi i humpën disa sulme të njëpasnjëshme. Më pas Pea filloi të luajë në mënyrë shumë agresive, filloi edhe të qëlloi gjuajtjet dhe ne e humbën ndeshjen. Mirë po, ajo që e kritikoj ishte qasja e lojtarëve të tij ndaj lojës. Në fund të lojës nuk guxojmë të bim në ritëm në këtë mënyrë, do të përmirësohemi dhe unë besoj në lojtarët e mi. Ishin fjalët e trajnerit Jeronimo Sharin, i cili nuk ishte as pak i lumtur me mënyrën se si e lëshuan në fund.